Ministre e jashtme Melisa Spiropali është takuar me tregtarët e Vlorës, të cilët kanë dalë në protestë kundër vendimit të bashkisë për zhvendosjen e tyre nga zonat e tregut industrial për të hapur rrugë për rindërtimin e tij. Gjatë takimit, Spiropali ka pranuar se nuk kishte qenë në dijeni të plotë të situatës dhe premtoi se do të bisedonte me kryetaren e bashkisë dhe anëtarët e Këshillit Bashkiak për të kuptuar më nga afër problematikat e tregtarëve. Se keni të njëjtin shqetësim dhe pastaj me radhë. Ne kemi nevojë që të na mbështesni. Të bëhet tregu, jemi kundra ose zhvillimit, absolutisht asnjë nuk është kundra. Ne jemi falimentuar, ne s'kemi qytet njërin. Të na çojnë në një vend ku të jetë në qendër të qytetit. E kuptova. Jo në një hallit të natës. Të bëni një dëgjes. Unë do, ma thuaj. Përpara vitit të ri, unë kam qenë në emër të tregtarëve, kam qenë në bashki, kam takuar në kryetaren e bashkisë. Kemi qenë një hap sepse ne kemi nuk shesin fulla perime, shesin për i kohë të gjatë. Po. Edhe kemi kërkuar që para se e duam tregun të prishë të rregullohet, nuk kemi kundra. Për një periudhë 3-4 mujore që ne shesim mallin, se nuk shesim mall për dorë, ne kemi mall të ri, kemi miliona, kaq vite që punojmë. Edhe kemi lënë me kryetare që do na thot për një periudhë 4-5 muaj më përpara. Tani më vjen thot sot tik nga tre, ku të shkoj, ku ta çoj mallin? Ku ta çoj mallin? Ju keni me kryetarin e bashkisë nuk keni folur edhe me Nuk na ka pritur fare. Nuk na ka pritur njerëzore fare. Do flas tani me kryetarin e bashkisë edhe me anëtarët e Këshillit Bashkiak, ndoshta që të bëhet me drejtorët që po merren e kuptoj. Ne kemi marrë mall me fjalë. Tregtarët protestojnë pasi nuk janë dakord me vendimin e bashkisë për ngritjen e 2 tregjeve të përkohshme, tregu i fruta perimeve në lagjen 24 maj dhe tregtimi i mallarve të tjerë në zonën industriale të Çoles. Ata kërkojnë që zhvendosja të bëhet në zonë pranë qytetit për të mos humbur klientelën dhe për të shmangur rreziqet e falimentimit.